Rezonanca e prostatës po gjen gjithnjë më tepër hapësirë në fushën diagnostike për faktin që është e vetmja metodë e cila na plotëson nevojat si në përcaktimin e kancerit primar, ashtu edhe për stadifikimin e tij lokal dhe në distancë. Me trendin që ka shoqëria jonë, pra si popullsi që po shkon drejt plakjes, incidenca e kancerit të prostatës po vjen gjithnjë e më tepër duke u shtuar. Nëse ju referohemi studimeve që kanë bërë shoqatat e ndryshme, shihet që në moshat më të vogla se 50 vjeç, incidenca e kancerit të prostatës është shumë e ulët. Ndërsa me shtimin e moshës, ajo haset me një rritje pothuajse në progresion gjeometrik me moshën. Aq sa në shumë studime flitet që kanceri i prostatës pas atij të lëkurës është më i shpeshti në seksin mashkull, që haset afërsisht në 7 ose 8 meshkujt në gjithë vazhdimsinë e jetës së tyre. Por, nga natyra e vet, kanceri i prostatës nuk është gjithmonë kancer klinik. Pra, në varësi të moshës, mund të haset prezenca e kancerit në prostatë, por nuk është klinik. Edhe detyra e mjekut është që të menjanoj trajtimet e panevojshme. Prej vitesh bëhet ndjekja ose follow-upi ose screeningi i kancerit prostatës me anë të matjes së PSA-s, pra që është antigjeni prostatik. Por fatkeqësisht ky lloj antigjeni gjendet i rritur edhe në patologji benigje, siç është hiperplazia benigje apo prostatiti kronik. Dhe nuk ka një signifikancë absolute që të lidhet me kancerin e prostatës. Është modaliteti i imazhërisë me rezonancë ajo që na jep të dhëna si anatomike, specifike apo sensitive mbi prezencën e kancerit të prostatës, shtrirjen brenda organit, prezencën e limfonodujve lokal apo të metastazimit në strukturat kockore. Në ekzaminimin rutin përdoren protokolle të detajuara dhe të shkurtuara, duke i dhënë hapësirë përdorimit të sekuencave të dysh, e cila na jep të dhëna shumë të sakta të anatomisë, të lokalizimit, përdoret të nishi pas kontrastit, i cili e karakterizon, pra e specifikon tumorin, ashtu si edhe sekuencat e difuzionit që ndihmojnë pra për karakterizimin e shtrirjes tumorale brenda organit. Spitali Katolik Zoja Këshillit Mirë e afron mundësinë e diagnostikimit të hershëm të kancerit të prostatës në saj të rezonancës magnetike dhe protokolleve bashkëkohore për diagnostikimin e kësaj patologjie mjaft problematike për meshkujt. Gjithashtu afron dhe trajtimin e duhur medikamentoz.